Profesori, dëgjuam disa nga deklarimet edhe të kryetarëve të subjekteve politike që morën pjesë në këtë takim, por fillimisht a u bë hapi i parë serioz për ta zhbllokuar këtë ngërç politik? Po, do të thosha një hap simbolik i rëndësishëm për arsye se të gjithë liderët të ftuar të subjekte më të rëndësishme politike të shumicës shqiptare ju përgjigjen ftesës së presidentes dhe kjo është një shenjë, një simbol i mirë, është një augur i mirë, do të thosha se ka gatishmëri për ta tejkaluar këtë ngërç institucional, këtë krizë, nëse doni fatkeqësisht, e cila po sjell dëme të mëdha vendit dhe pasoja të mëdha, mbas edhe të pariparueshme. Prandaj unë e shoh si shumë pozitive, e shoh si një gatishmëri pa marrë parasysh retorikën që po vazhdon pak a shumë sikur edhe për shkaqe politike dhe për shkaqe të elektoratit të subjekte politike respektivisht përfaqësuesve të tyre. Megjithatë unë mendoj që kjo ngjarje është e rëndësishme dhe se në një mënyrë ani tjetër qoftë edhe heshtazi, intacite do të thoshin latinet e vjetër, në një mënyrë i hap rrugën një mundësie apo një mundësie tjetër për ta tejkaluar këtë krizë me ndonjë formë që në ato vazhdimet e ardhshme të seancës konstitutive do të ketë mbas ndonjë ndryshim dhe do duhet të reflektojnë në të gjitha subjektet politike për arsye se me vërtet është tepruar shumë në relacion edhe me interesin e Republikës edhe me interesin e qytetarit votues në zgjedhjet e fundit të këtyre partive politike. Do të thotë se nuk patë ndonjë dakordim, megjithatë është më e mira kësaj se gjithë liderët pavarësisht gjuhës që kanë përdorur sidomos në fushat në ditën e zgjedhjeve dhe pastaj edhe pas zgjedhjeve, megjithatë arritën që të bëhen bashkë, të ulin në tavolinë. Pikërisht, ajo është e rëndësishme, ky është një hap i rëndësishëm, po them pozitiv dhe mbase do të i tensionoj ato marrëdhëniet pa nevojshme, gjithsesi ato hatërmbetje dhe hedhje faj në formë të një ping-pongu politik njëri tjetrit dhe do të reflektojnë për të afruar dhe për t'ja bartur, nëse vetë nuk munden, atëherë presidentes mundësinë që e ka dhe me kushtetut që ajo të propozojë një zgjedhje para se të shkohet në gjykatën kushtetuese eventualisht, por jo edhe në zgjedhje. Tash, hapi parë u bë. Tha që është minimale, tha dhe presidenta që pritet të ishte minimale, por cila është hapi i radhës? Cili do duhet ishte? Hapi i radhës tash varësisht edhe nga takimi me partitë e komuniteteve pakit që ka pasur presidenti i vendit më vonë, në ora 3 apo jo, dhe nga konkluzionet nga këto takime, sepse jo të gjitha gjërat bëhen publike, unë mendoj që presidenti i vendit, e cila e njeh shkëlqyshëm sistemin kushtetues, politik dhe juridik të këtij vendi, dhe rrethanat, por edhe ka një kompetencë dhe obligim në bazë të pikës 2 të nenit 84 të Kushtetutës së Republikës për të ndihmuar në këtë rast, në këtë situatë çfarë kemi, institucionet e vendit, konkretisht Kuvendin e vendit dhe subjektet politike që në një mënyrë anë tjetër kanë ardhur në një pat pozicion, duke mos lëshuar pe asnjëra palë në kuptim të tejkalimit të disa pengesave që do të thosha unë më tepër janë të natyrës teknike dhe pastaj po sjellin pasojë politike që të gjendet një zgjidhje dhe nëse jo atëherë referuar këtij në çfarë